që edhëm të ngushëllojmë dhe të shkruajmë diçka për njeriun tonë të dashur, Papa Franceskun, të cilin unë e kam takuar disa herë, po 2 herë jam pritur zyrtarisht nga ana tjetër, një në 2016, ku ai me shumë dashuri dhe mirësi na vlerësoi punën tonë që bëjmë për bashkëtesën vllazërore që kemi në Shqipëri, gjithashtu që rinia shqiptare në atë kohë ju kthye besimit direkt mbas ardhjes së demokracisë, respektimin e martirëve që kanë dhënë jetën për besimin. Gjithashtu na vlerësoi punën tonë që parakaluam edhe në Charlie Hebdo, që bashkërisht treguam që edhe në mënyrë të bashkuar jetohet, jo vetëm në mënyrë për të vrarë, për të dhunuar njëri tjetrin, si qenie më të përkryer kësaj jete njerëzore. Edhe në takimin e dytë, ne shkruam atë marrëveshjen e Abu Dhabit për vllazërinë njerëzore, dhe ishte megjithse ishte në gjendje të rëndë, ai na respektoi, na priti me shumë ngrohtësi dhe ne shkruam dhe atë për paqen dhe për njerëzinë që t'jenë dashuri, bashkëtesë dhe vllazëri. Po mbëshllimi i jep të gjithë klerit katolik dhe besimtarëve katolik. Zoti atë ndërqoft për punën që ka bërë, e preft në paqet e tij, sistemin e qoftë i xhenetit, dhe urojmë që vepra e tij të ecë përpara nga pasardhësit e tij për bashkëtesë vllazërore për gjithë njerëzimin. Zoti i bekoft të gjithëve, qofshi dritë, besoj se do kemi mundësi të vëmë të ngushëllojmë atë atje, të japim lavdëmirin e fundit. Zoti na i plotësoft dëshirat. Zoti na ndërqoft mendjen për një paqe mbarnjerëzore. Pra do të merrni pjesë në ceremoninë? Patjetër. Ne sidomos do gjejmë mënyrë për të vajtur se patëm një vllazëri me njëri tjetrin dhe na ka pasi dashuri të veçantë për neve. Megjithse thash edhe një herë në kohë shumë të vështirë të vetës së tij, ai firmosi bashkë me mua atë për bashkëtesën mbarnjerëzore. Në 2014 kur ka ardhur Papa Francesku në Tiranë, ishit të pranishëm? Patjetër. Përshtypja është që ai respektoi popullin shqiptar si një popull fisnik, popull që ka dhënë njerëzimit, popull që ka dhënë më shumë martirë në këtë kohë të vështira që po kalojmë, ku vetë Shqipëria ishte një vend ateist, i vetmi në botë, kështu që ai erdhi na dha krah, na dha ndihmë, na dha dashuri, paqe, mirësi për të ecur të bashkuar në këtë bashkëtesë që kemi në Shqipëri. Që është një mrekulli shqiptare që ne martohemi midis njëri tjetrit dhe nuk kemi probleme. Dhe kjo është një vlerë që ky komb po jep gjithë botës, po i tregon që shqiptarët dinë të respektojnë njeriu si qenie më të përkryer të Zotit. Qofshi dritë e Zotit na bekoft gjithë, amin. Faleminderit.